që edhe ne pak e kemi tepruar disa pika për mënyrës që kemi transmetu fen. Këtu ma kujtova edhe veten, po prap mandej pjekuria në besim edhe në informacione edhe në njohuri ka arrit me u kanalizu me shpresë, ka arrit me u kanalizu ashtu siç duhet. Por apo mendon që këto ndryshimet që ti I tregove në fazë, duke u bazu në formë kronologjike, kemi ndiku na si musliman, si praktikant, si grom, vajza me shami, që me arrit që aty që ti me hy në një vend pune, qoftë një kompani e vendit, qoftë e huaj edhe mos me të pa me sy tjetër, për shkak se unë një ditë nuk e di ku e lexova, dikush tha nuk më kanë pranuar punë se ju kom tregu që e fali namazin. Për mu realisht nuk është informatë që duhet me u dhonë. Për shkak se namazi është si me I tregu dikujt që unë pijoj, ose ha buk. Ajo dihet. Edhe na ka njëherë nuk kemi nevojë me e bo veten tim. A është kjo që unë po mendoj që edhe ti ndoshta ke ndiku te ato kompanit ku ti punon edhe ke punu edhe ndërkohë që ke bashkëpunime, në çet formë, në çet sistem, çka ke bëu ti konkretisht? Që mbulesa mos mu kon tim. S'kemi nevojë mu kon tim. Po. Kom dëgju shumë për kësi raste që thu shkan edhe fol, nuk ka nevojë, edhe unë mendoj, nuk ka nevojë me une, nëse shkoj me një kompani, tash po flas për rastin tim edhe të vajzave ose grave me mbulesë, ne kemi atë përparësinë, nëse më thon përparësinë, po ai në momentin që të shtrati me mbulesë, din që ti je praktikuese. Po për shembull për një djalë ose një burr nuk është e njëjta se nuk është që vrehen shumë. Edhe nuk mendoj që është e nevojshme tash. Jo pse ne nuk I japim rëndësi namazet, ta kemi të qartë këtë pikë. Po është diçka që ti nuk je thirr për me fol para të. Ti aty je me tregu aftësitë tua, ti a mundesh me bë punën që ata ta besojnë. Edhe një musliman mundet me tregu që është një musliman I mirë duke qenë I drejtë në punën e vet. Mia ja pakun që thonë pareve që I merr. Mos me mashtru në punë. Me qenë I rregull, tash na njerëz jemi, gabime ka me pas, po jo me pas domethënë diçka qëllim keqe ose ndaj kolegut, ose ndaj punëdhënësit tënd. Domethënë ti nuk ke nevojë me tregu që unë falem për me tregu që je njëri shumë I mirë. Ti falësh, ti mundesh me dalë në pauzë, edhe unë kam shku pezojmë ditën e parë të punës, edhe më zhduf me pyet, më fal ku mundem me u fal. Kjo është e vërtetë. Po nuk e ke pyet hamoj me u fal. Ti më para jo. Bish trego ma vendin se mu fal, po. Kur kam mbaru gjithë biseda jo e kom pas zyra në vendin e punës, çka kam me bëon, edhe në fund e kam pyet, a mos ka ndonjë vend lirë që unë si pengoj kërkujna vetëm namazin, më do të me bo 5 minuta, 10 minuta, jo, edhe ka pas mirë kuptim. Po nuk kam nevojën e se të ulem aty të them, shiko se unë du më falem, du të patjetër ta kem një dhënë për namaz. Kuptem, nuk ka kuptim, se unë fund ja mundë pauzën me shfrytzu me dalë më falë diku tjetër. E vërtet. Tash ka dhe raste kur s'ka mirë kuptim, ase ekstreme, që as që ato 5 minuta nuk t'i len, që ato 5 minuta në toalet nuk t'kishtë thonë kur gjo. Ka, po pse na mu kona ajo, do me thonë piknizma një dileme ose një konfliktit tillë, kur ti mundesh shumë lehtë me evitu, se nuk faktikisht nuk të ka pyet kërkosh falësh, të ka pyet a e din këta. Edhe po, nuk mendoj që abden ka nevojë, ka njerëz që kam punu me ta dhe ndoshta deri vonë nuk e kam ditë që fal namaz. Kam pas profesor në shkollë. E kam vrejt ndoshta që ka marr abdes dhe më thonë, falet ky profesora. Ka qenë super profesor. Po, kohën e vet e ka zgjedh. E ka marrë një hapësirë. Kjo është edhe një lloj modestie me tregu drejtën, se namazet diçka që ti e bën mes teje dhe Zotit tënd. As nuk ki nevojë me shef, pas nuk ki nevojë me promovu qaq shumë veten. Është diçka që ty të bën mundi mirë. Nëse pyetesh për ato flet. Ose edhe nëse është tema e lirë, flet prapë. Në kom pas me kolegë biseda kemi hapë edhe për islamin, edhe për rregullat e islamit, po kur ka qenë koha. Nëse kemi fol për punë, atëherë flasim për punë. Mos mi ngatru, kështu që
Kjo është një praktikë që unë mendoj që po ne, në përgjithësi si komunitet, kemi arrit me i thy këto paragjykime me punën që e bojmë. Se tash ka motra në islam dhe vëllezër në islam që arrin shumë, edhe ti nuk ka nevoja i me tregu, apo kupton as pak çfarë bindje fetare ka, po ti mundesh me vrejt në tiparet e tina. Si rasti në edina historin kur Muhamedi a.s. e ka taku një plak dhe e ka fol keq për të dërguarin. Nuk e ka ditë që është ai. Çka ka bëj, veç i ka nimu me i parë gjana deri te shtëpia. Edhe në fund ka përfunduar ajo zonja duke pranuar Islamin. Nuk ka dalë me thonë unë jam profeti që ti po fol keq për to. Thjesht ka ndihmu. E ka jep atë karakterin e mirë që Islami mëson. Kur duhet me fol në dim edhe kur duhet me fol,